Për të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Une jam Uka Aliti, zjarfikës në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetov, i cili kam punuar në shumë vite, me krenari të madhe dhe me një dëshirë shumë të madhe që jam i përkushtuar për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës. Për të qenë zjarfikës, do të thotë të jesh një guximtar, të kesh guxim jashtëzakonisht të madh, por edhe ajo që është më kryesorja, të jesh humanist në zemër. Këtu nuk ka fjalë, ka vetëm vepra në këtë profesion. Prandaj edhe them që me veprat tona, ne që i bëjmë, mburemi dhe gjithmonë jemi pranë qytetarëve. Gjatë viteve që kam punuar, kam pas shumë raste gëzimi ku kemi pas suksese në detyrën apo profesionin që kemi kryer në intervenimet tona, mirë po edhe më besoni që kemi pas edhe dëshpërime. Është një punë e vështirë, gjithçka në jetë mund të kthehet, prona apo pasuria, vetëm jeta e njeriut nuk kompenzohet me asgjë. Është një vendim i qeverisë i vonuar në kuadër të këtij profesioni. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut mungojnë afër 400 apo 500 zjarfikësa. Shumë e rëndësishme është përvoja. Përvoja e jonë veçanërisht e zjarfikësve të cilët kemi dalë në pension, por edhe të cilët edhe janë, kemi zjarfikësa para pensionit, se shumë interesimi është jashtëzakonisht i madh i të rinjve për t'u kyçur në këtë profesion, meqense thash është profesion me human. Vështirësia më e madhe është vjetërsimi dhe mospasja e pajisjeve kundër zjarrit. Neve nuk jemi zjarfikës, neve jemi shpëtimtar. Për të qenë zjarfikës, duhet të jesh zemërmadh dhe duhet të jesh humanist në vete. Mandej humanitetin ta tregosh me vepra. Atë humanitet duke rrezikuar jetën tënde për të shpëtuar jetën e dikujt tjetër.